2 vjeçaria bie në Shatërvan nga pakujdesia e prindërve. Arrestohet babai shqiptar, nën hetim nëna gënjyen për moshën e të miturës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në Kalithea të Greqisë pasi një vajzë 2 vjeçare me baba shqiptar ra në një Shatërvan. Ngjarja ndodhi saktësisht mbrëmjen e djeshme pasi fëmia kishte dalë nga vëmendja e 2 prindërve të saj. Kalimtarët që e vun re këtë njoftuan menjëherë një ekip policie që po kalonte aty pranë, i cili nxitoi në vendngjarje. Oficerët e policisë e nxorën voglushe në gjendje kritike dhe e transportuan me makinë patrullimi në spitalin pediatrik të zonës. Pak më shumë se 40 minuta përpjekje, mjekët e spitalit fëmijëve arritën ta mbajnë gjallë 2 vjeçaren. Megjithatë, ajo ndodhet ende në gjendje kritike për jetën, nën kujdesin intensiv të mjekëve. Hetuesit e ngjarjes u habitën nga fakti se kur mjekët i pyetën prindrit për moshën e saj, ata u përgjigjen se ajo ishte rreth 5 vjeç, ndërkohë që rezultoi që vajza ishte vetëm 2 vjeç. Ndaj autoritetet arrestuan dhe po e marrin nën hetim babain 25 vjeçar me origjinë shqiptare të fëmijës, me qëllim sqarimin e rrethanave në të cilat vajza e vogël u gjet në Shatërvan. Nën hetim është marrë edhe nëna 23 vjeçare, por në gjendje të lirë pasi ajo ndodhet pranë vajzës së saj në spital. Si babai ashtu edhe nëna 23 vjeçare e fëmijës do të dalin para prokurorit të hënën me akuzën e neglizhencës së mbikëqyrjes së një të mituri.